Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Talentet e reja Shkodra i ka të shumt dhe e tillë është një vajzë shumë e bukur dhe shumë e talentuar që un kam të ftuar sot. Është me mua këtë mëngjes dhe është shumë kënaqësi për mua Erisela Deda. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi të jesh sot me mua. Kënaqësia më e madhe me kanë këtu me ty në studio me ty. Faleminderit shumë për ftesën. Një vajzë e re dhe kaq e talentuar. Unë dua të di pak fillimet e tua në muzikë, dashur. Fillimet e mia kanë nisë qysh në veçli. Prin thonë që unë gjithmonë kam pas një lidhje me muzikën, gjithmonë kam qenë ajo vajza që kam pas dëshirë me majt para televizorit, me prit kur shfaqen këngë të reja në stacione të ndryshme. Kam fillu në klasën e 6, studime në shkollën Prënkjakova, kam kryer dhe gjimnazin aty dhe studimet e kam fillu në Universitetin e Arteve në Tiranë, që studioj për pedagogji për momentin. Sa bukur. Kjo është një rrugtim që ka disa vite që ka nisur që në fillimin në klasën e 6. Ti e mban mend ato profesorët e parë që të kanë mbështetur në shkollën Prënkjakova? Patjetër. Unë mendoj që na sjell nana, pa një mësues nuk mundena pa një mësues të mirë nuk mundena me arrit diçka. Njëtë fal tyne, fal edhe mundit tyne, unë kam arrit me përfitu njohurit shumë të mira nga liceu. Është një nder dhe privilegj në fakt të punosh me mësues të tillë siç ka shkolla Prënkjakova dhe besoj se edhe për ty është diçka e tillë. Unë përmendim një ose dy mësues që ty të kanë mbetur në kujtesën tënde që të kanë mbështetur më shumë? Në shkollën Prënkjakova janë të thonë shumë të mirë. Nuk ka mësues që munda me veçu që që njeni ka kenë më i mirë. Tanë kanë kenë njeni më i mirë se tjetri. Kështu munda me thonë. Si është rrugtimi yt sot në muzikë? Bota e artit është një botë shumë e bukur, don shumë dashni, shumë përpjekje dhe don edhe një vëmendje të veçantë. Patjetër. Asnjë rrugë nuk është e lehtë. Çdo gjë don mund e përkushtim, ashtu është edhe muzika. Është e vështirë për ty pjesa e mundit dhe përkushtimit? Ti ke lënë Shkodrën dhe ke shkuar në Tiranë për të vazhduar atje studimet? Kur gjanat bëhen me dashni, asnjë gjë nuk është e vështirë, vetëm mjafton me kenë dëshira për të arritur. Ti mendon se po e arrin këtë që po bë? Po, patjetër, mendoj se po, përderisa jam tu mundu, jam tu pa përpjekje. Është shumë dashuri. Patjetër. Edhe besoj se do më shpërblehet në fund. Patjetër që po e dashur. Dua nga ti, unë e di që ti ke sjellur disa covera shumë të bukur. Dhe do kisha dashur shumë që ti të na këndosh një këtë mëngjes me ne, ose një këngë tjetër që ty të vjen në mendje dhe ti e ke më të preferuarën. Okej, unë po kënoj një këngë shumë të dashtën për mua, që gjithmonë më përcjell emocione shumë të bukura. Është kënaqësi, por ne ta dëgjojmë. Nur dashnieje o vash për mu, je burim i lumturis. Ort më të bukra me ty kam kalu, gratë tuj ju molis. O sanra sa kujtime ka prit e jetë zemra ime, që na lidhen mos me unda, syri hansve që ka pa. Lullet bukra sjell pran vera, bash me ty dhe gzime tjera, dalin fushash me i shiu, unë me ty e ti me mu. Sa bukur e dashur, të falenderoj shumë për këtë këngë të bukur që na solle. Duhet të di, kush është inspirimi jot më i madh? Si fillim shtysa jam e madhe kanë qenë familja. Inspirimi jem vjen vetë nga bota e artit, vetë nga muzika. Mendoj që muzika ka lidhur bashkë me mua. Që në momentin që kam lidhur, ka lidhur edhe muzika brenda meje. Familja, kush më shumë nga familja? Unë vjen dhe nga një familje muzikantash. Ata në fakt në Shkodër të tanë dojnë artin, tanë dojnë muzikën.
Kështu që vetë familja ka kenë shtysë edhe ka kenë inspirimi malë për mu. Ti the që vjen nga një familje muzikantësh, mund të na tregosh pak më shumë për pjesën e familjes, sepse që ka një trashëgimi. Po. Agja i babit ka kenë muzikanta, i ka punu me emra shumë të shumë të muzikës shkodrane. Për fatin e keq nuk është qati shumë gjatë, ai hoqi o step, le të them pak nga muzika. Kështu tash po vazhdojnë të trashëgoj edhe uroj t'ja dalë. Patjetër, edhe ne urojmë më të mirën. Për ty, a ka pasur ndonjë moment që të zhdukur shumë e vështirë dhe ke menduar që edhe ti do ta lësh më një anë dhe do të vazhdosh një profesion, ndoshta një profesion tjetër që e mendon më të mirë, apo nuk ka pasur asnjë moment të tillë? Muzikë, unë gjonë e parë, sa të bajnë audion, hapi sytë edhe ndezi muzikë. Kështu nis një ditë për mu. Edhe nuk mendoj që ka me hek dorë ndonjëherë prej muzike. Ashtë ëndra jeme që fëmi që po e rris gradualisht. Nuk mendoj asnjëherë me hek dorë prej muzike. Pra kjo ëndër vjen e bëhet më e madhe. Gjithnjë më e madhe. Sa bukur. Gjithnjë edhe më shumë muzika futet në zemrën time. Sa bukur e dashur. A ka ndonjë këngëtar ose ndonjë artist që të inspiron? Vetë fjala artist ka një domethënie të madhe. Nuk mendoj që ka artistat këqij. Secili është i mirë në zhanrin e vet, në mënyrën e vet. Nuk kam ndonjë artist që e kam të preferuar që thamon marraj për këtë des për këtë, po në përgjithësi unë i nji tana zhanrat edhe i njigjoj ton muzikanta. Dua një mendim nga ti për brezin e ri që po rritet në Shkodër, unë e përmenda edhe në fillim që është një brez artistë shumë i mirë që po del së fundmi dhe janë shumë të talentuar. Ti çfarë mendon për ta nga ana artistike, ti si një kolege e tyre? Shkodra është djep kulture. Shkodra nxjerr vetëm artista. Shkodra prodhon vetëm art. Mendoj që artistat e këtij vendi janë të urrit në mënyrën më të mirë, nëse mundohen le të them me majt sa do pak traditat edhe sa do pak mënyrën se si këngët janë kënu më përpara. Mendoj që jo do ketë artista, po do të ketë të mrekullueshëm. Artista shumë pak, po fëmijë të mrekullueshëm që po dalin treg dita dite. A mendon se po e ruajnë pjesën e këngës tradicionale shkodrane? Unë mendoj që secili kënon në mënyrën se si njihet vetë mirë, në mënyrën se si vetë përshtatet ma mirë me muzikën. Po për ty, sa përshtatet pjesa e këngëve tradicionale shkodrane në mënyrën se si Aristela këndon? Unë mundohem me përshtat atë muzikën tradicionale me moderne, gjithmonë duke rujt vetën teme, gjithmonë duke rujt mënyrën se si unë kënoj, pa dosht me imitu një artist tjetër ose një artiste tjetër. Kështu që mundohem t'i kem një mix të mirë për ta ba më të mirën për publikun tonë. Kjo është diçka shumë e bukur e dashur. Dua të di për publikun. Publiku i Shkodrës është një publik që gjithmonë është afër artistëve, por sa i mirë është edhe kritik. Si ka qenë ky publik me ty? Ne duhet me kenë të mirë për veten e jo për miletin. Kritika... Po për ata që të ndjekin Aristela, sa e rëndësishme është ti e shpran tyre? Unë e një vedin shumë afër tyne, kur ata kënojnë bashkë me mu, kur ata më duar të rokasin, kur ata më këthojnë, pa ty të kënovë të zemra, maj, po na kënove i ka. Unë njëhem afër me publikon, kur i kam këta kritere. Nuk ka gjë më të bukur se sa kur ishe atë publik të kënu me ty, të t'i njek fjallë, e të këcy me ty, kja është e pa fjallë krejt. është ndjesja më e bukur. Me që publiku e do ka shumë këngën, mund ta këndojmë një këngë këtë mëngjes? Pa tjetër, me shumë knajtësi. Kur që e thet bina vjeshtë, më duke zhvaj natyr, për ty s'munde me heshtë, si qëthja bashkë më ftyr, e zverdun dhe ngrime si bora në kalnur, një ashtu del konga jame, ankuse dhe ngranur. Tim ke braktis, joshin aram djenjat e mija, se larda shnis, lindin në zemër pa besia,
Ke me u pendue, po një terka me ken von, dhe tu i lotue, të bindër me ndashnia jon. Je shumë e mrekullueshme, zemër. Duhet të kalojmë pak tek netët e live-it. Ti je shumë e suksesshme në netët kur këndon live dhe publiku të do fort. Po për ty si është kjo ndjesi? Sa janë bukra, janë edhe të lodhshme. Unë them kështu edhe ndihem e tillë që kur ti kem kënaq dëgjuesit tanë edhe kur ta kem kënaqur ata që kanë ardhur me mni mu, po ku më vjen mend ma se qash lojë, po ku më vjen mend ma për lojën. Dhe sa ndjesi e bukur. Dhe po publiku ndryshon, për shembull kur këndon në Shkodër apo kur këndon jashtë saj, kur këndon në Kosovë apo kur këndon në Shëngjin, ti je një person që të duan çdo vend. Unë mendohem me ju përshtat shijeve tyne, atë që ata dojnë. Ata nuk dojnë balada, ata dojnë vetëm me këcy. Ku do që shkoj, dojnë vetëm këngë ritmike dhe vetëm këngë me këcy. E kështu mundohem edhe repertorin me ba sa ma shumë ata me dasht ata repertorin që jam të kënu. Pra ndryshon publiku i Shkodrës me atë të Kosovës nga repertori që ata. Patjetër. Po, unë tani do të kërkoj edhe një këngë që ti këndon në Kosovë. Me që jemi në këtë pjesë dhe unë e di se sa e du publiku shkodran këngën. Një këngë që e pëlqejnë kosovarët më së shumti. Që nuk ka live, që nuk ma kërkoj, është kënga jo më mbyti. Po ti qaj hallet, e po të pësty o shoku i, a i ke pa, është e bukur si qka qën, më thuj të lutem, më ka zo krejt shka din për të, mi trego gjitha, është e lumtur, me atë që jetën po kalon, se mra sa e don, ti nuk e imaginon, se mra sa e don, ti nuk e imaginon, ma don trupi, ma don shpirti, është e mirë, ajo semrën ma këputi. Kjo është një këngë që e këndoj me shumë dashni edhe është këngë që të përcjell emocion edhe që e dojnë shumë, publiku e dojnë shumë. Dhe ti e këndon shumë bukur dhe ata nuk kanë si mos e duan. Faleminderit. Ka vëruar se si ti e sjell kaq bukur. Dua të di pak planet e tua për të ardhmen. Secili prej nesh ka ëndra, ka plane, edhe gjoja parë që ne bajmë sa qona Nadia është bajmë planin ditor. Po, edhe plani jem për të ardhmen është që të rritem muzikalisht dhe të forcohem profesionalisht edhe të arri të na ëndrat e mija që kam. Edhe ne të urojmë shumë si me muzikën, si edhe me jetën e përditshme. Patjetër dhe do të kesh sukses të garantuar, kaq e mirë dhe kaq pozitive sa jeti. Uroj. Dua në fund një thirrje për ta mbyllur për të gjithë të rinj dhe të rejat që duan të merren me muzikë. Ti si një e re që ke arritur suksese në jetën tënde, dua të jetë një thirrje frymëzuese për të gjithë ata që e kanë dëshirë muzikën. Unë mundem ju bë vetëm një thirrje edhe shumë shkurt që mos hiqni dorë nga ajo që zemra ju i don. Artja është shumë i bukur, don shumë dashni, shumë sakrificë për t'ja arritë edhe vetmja gjë që them, jo vetëm nga arti, por edhe nga çdo anër tjetër, asnjëherë nuk duhet me heq dorë. Se vetëm të punu për ditë me to do arrihen. Faleminderit shumë e dashur, faleminderit që ishe me mua sot në studio dhe faleminderit që e nisëm ditën së bashku me kaq shumë energji pozitive. Kënaqësia është e jemja, të falenderoj shumë edhe ty që mbane pjesë të studios tuaj. Është kënaqësi gjithmonë për mua. Faleminderit edhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këto momente. Takimi radhës nesër në Info Plus në Star Plus Televizion.